Procesi i vaditjes së tokave bujqësore në njësinë administrative Pojam po zhvillohet normalisht, ndërsa këtë vit fermerët po përfitojnë nga sasitë më të mëdha të ujit, si pasojë e rreshjeve të bollshme të regjistruara gjatë stinëve të fundit. Krahasuar me vitin e kaluar, rezervat ujore janë më të larta, duke krijuar kushte më të favorshme për ujitjen e kulturave bujqësore. Administratori Kreshnik Azo bën të ditur se përpara nisjes së sezonit të vaditjes, janë kryer ndërhyrjet e nevojshme për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditëse, duke garantuar shpërndarje më efikase të ujit në të gjithë territorin. Kjo ka bërë që deri më tani fermerët të mos hasin probleme në furnizimin me ujë për kulturat e mbjella. Sezoni vaditjes ka nisur para 2 javësh, të gjithë kanalet janë të mbushura plot me ujë, po ashtu edhe moti ka favorizuar për shkak se të gjithë lumenjtë janë të mbushur në kapacitetin maksimal të tyre. Shpresojmë që ta kalojmë shumë lehtë sezonin e vaditjes të fermerëve. Vaditja ka filluar në fshatin Zëmblak, pasi atje mbillet kultura e qepës. Shumë pak ka filluar dhe vaditja në zonën e Ormanit për patate, për pjesën e patates. Bashkia Maliq ka ngritur disa grupe të përcaktuara në zona të caktuara, ku uji ju vetë fermerëve në vendin e tyre ku e kërkojnë ata dhe kundrejt një pagese që është caktuar nga Këshilli Bashkiak, bëhet pagesa dhe fermerët vazhdojnë me ujitjen e tokës. Njësia administrative Pojam përfshin një nga sipërfaqet më të mëdha bujqësore në zonën e Maliqit, me rreth 5200 hektar tokë, çka e bën menaxhimin e ujitjes një proces të rëndësishëm për mbarvajtjen e sezonit bujqësor.